Për shumë vite rresh konsiderohet këpuca më komode në botë. Pothuajse çdo vit është kolhan, unë e kam zbuluar në vitin 2013 në Shtetet Bashkuara të Amerikës rastësisht, në atë kohë ata bën një shpikje dhe që prej atyre janë këpucët më komode në botë. Të ju garantoj, mjafton ti veshësh, unë e kam pothuajse gjithë koleksionin dhe je super i garantuar. Është versioni më komod i këpucëve premium, po flasim. Nga e shpikën gomën, se është shumë interesante. E mora nga shkuma një lule, në fakt, që Shkuma një lule? Dentillaja në lulja. Është lulje që kur ti e fryn, shpreh një dëshirë. Ajo lulja e bardhë që hapet. Dhe me të krijuan ja ku thot tu. Flower foam, që tregon, me lulen e krijuan. Në fillim krijuan këtë gomë që u bën bestseller në të gjithë botën, është këpuca më e shitur në botë. Në fakt, më pas e përpunuan në këtë tjetrën, dhe e dini pse? Se këtu nuk ka përthyrje aq të mirë, ndërsa ky version i ri përthyet shumë më tepër. Këto ishin këpucët që unë fillova t'i vishja kur shkoja jashtë Europe, po tani cilën gomë kanë sjellë? Ka krijuar një gomë të re, që vjen akoma dhe më e butë se versioni më parshëm. Kjo që nga ideja është që ti të veshësh këpucë klasike për kostum, për xhaket, për pantallona prerje, po të kesh butësinë e atleteve. Po atlete kanë bërë? Patjetër, kanë krijuar atlete nga casual që mund i veshësh me çfarë të duash deri në sportive komplet. Kush është më komodja? Sportivet. Kjo. Po për femra ka? Gjithashtu. Ka. Janë komode? Patjetër. Se ka qenë kryesisht për burra. Po, ka krijuar tek femrat, është e njëjta teknologji dhe është e njëjti komoditet. Që mund ta mbash gjithë ditën. Që nga klasike deri te sportive. Unë fakt i kam përdorur vazhdimisht dhe i përdor gjithkohon, mund ta mbash gjithë ditën në këmbë, është absolutisht këpuca më komode në botë. Shiheni, i gjeta edhe të Toptani tani. Rosh, mirupafshim. Faleminderit.